Nga data 28 tetor deri më 1 nëntor, Korça do të mirëpresë edicionin e 15 të kolonisë ndërkombëtare të piktorëve Ditët e Mios, një nga ngjarjet më të rëndësishme të artit pamor në vend. Piktorë nga vende të ndryshme të botës do të udhëtojnë drejt qytetit të artit për të krijuar vepra të frymëzuara nga peizazhet, dritat dhe atmosfera unike korçare. Gjatë ditëve të kolonisë, artistët do të krijojnë veprat e tyre në ambiente publike, duke patur mundësi të njohin Korçën dhe fshatrat turistike përreth saj. Ky edicion është shumë i rëndësishëm sepse është 15 vjetori i kolonisë ndërkombëtare Ditët e Mios. Do të mbahet në datën 28 tetor, do të çelet në shtëpia muze e Vangjush Mios, ku do të presim rreth 40 piktorë nga bota. Nga ana gjeografike jemi kujdesur që të kemi pothuajse gjithë globin. Janë piktorë të selektuar me shumë kujdes, janë ata që do të qëndrojnë në qytet për 4 ditë, do të kemi peizazhe, do të kemi tematik të lirë, do të pikturojnë për 4 ditë, jo vetëm që do të sjellin punë të tyre të mrekullueshme, por unë shpresoj që ata do të lënë vepra të mira në galeri. Edicioni i vjetshëm i Ditëve të Mios vijon traditën e nisur për të nderuar piktorin e madh shqiptar Vangjush Mio, duke sjellë përmes penelit dhe ngjyrave një dialog të bukur mes trashëgimisë dhe artit bashkëkohor.